E pra të nderuar shikues, është koha e mysafirit dhe ashtu si që thamë në fillim të emisionit se sot është dita ndërkombëtare e kërcimit. Dhe sot, në ditën ndërkombëtare të kërcimit, kemi kënaqësinë dhe nderin të mirëpresim një artist që përmes gjuhës së trupit ka treguar histori të paharruara në skenën shqiptare dhe ndërkombëtare. Robert Nuha është një koreograf, profesor dhe artist i kërcimit bashkohor dhe sot përmes një udhëtimi të bukur do të ndalemi në kujtime dhe përjetime duke ndjekur bashkë rrugtimin e tij artistik. Mirëmëngjes Robert dhe mirë se erdhe në emisionin ton, sigurisht nëpërmjet Skype-it. Mirëmëngjes, mirë. Është kënaqësi të kemi në studio, është kënaqësi të bisedojmë për këtë ditë të veçantë për gjithë ne që duam kërcimin, mirë po sigurisht edhe me ty, sepse është një fest e veçantë edhe e shpirtit tënd. Faktikisht është një datë e shënuar për gjithë artistët e kërcimit, e valës, e kërcimit modern, bashkëkohor, të lloj kërcimi dhe çdo lloj performance, ose më saktësisht artit koreografik, artit bukur koreografik, kështu që sigurisht sot kemi fest, por edhe një ditë shënuar që ne kemi mundësi të reflektojmë dhe pse jo të ngrejmë zërin në ato nevoja që ne kemi si komunitet. Kështu që mund shfrytëzoj rastin nëpërmjet ekranit tuaj, t'ju uroj gjithë artistëve anëmbon, andej në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri, për një ditë kaq të bukur dhe ditë veçantë që duhet ta shënojmë. Je shumë i lidhur me Maqedoninë, për atë do të bisedojmë edhe pas pak, mirë po do kisha dashur të ndalojmë edhe të një pyetje tjetër. Do të ndaloja te kujtimet, do të ndaloja te ai momentet ndoshta të cilat i ke diçka të paharruar nga fëmiria jote, kujtime të bukura, të cilat ty të kanë bërë të mendosh që kërcimi do të jetë rrugtimi im jetësor. Sigurisht në unë si çdo artist përkuese e prejmë ose hetojmë diçka që ndodh brenda nesh. Sigurisht kam një moment specifik për mua të di që jam rrit dhe përpojnë të tjere të kapilu atëherë të kapilu. Sigurisht pas luftës partizova shumë në aktivitetin që i kështej dhe aty fillova të shullu me këtë me argullu këtë loj shkrejtje. Pastaj kur arrita një mosh 13 vjeç, isha pjesëmarrës në një festival që është që bëhet pikërisht në Shkup, pra ishte festivali Shkupi Fest, që organizohen nga Kashiaka, nga fondi Kashiaka atje. Dhe aty takova pjesën duke çdikën e cili më stimuloi dhe më ofroi që duhet patjetër të zhvillohesh në artin e kërcimit, të shkosh në degën e koreografisë, pastaj të zbulash vetën nëse ju e ta zhvillosh. E pastaj shkova në Tiranë, sigurisht do ta përgatitej intensive për të vazhduar tutje në Akademinë e Arteve, aty tek profesori është në Vagu, me cilin kam pas fat të ushtoj në kërcimin e deri në sot. Fantastisht të vini kolegë, jemi edhe mes në fushën e koreografisë. Pa mund të them që pas luftës në ato shkëmbia të para dëshirës për me u lidhë me këtë lloj. Një shfaqje të cilën ju keni prezantuar është pas luftës Kush jemi ne, një shfaqje të cilën kemi pasur mundësinë dhe nderin edhe publiku i Shkupit ta ndjekim nëpërmjet teatrit të Shkupit. E di që keni qenë prezent edhe këtu, mirë po kjo shfaqje ka qenë edhe në Prishtinë, ka udhëtuar në Tiranë, ka udhëtuar në Paris, në Belgjik, në New York, vazhdon. Do me thonë do të shkoni dhe do të vizitoni edhe New Yorkun, Dallasin dhe Detroitin me këtë shfaqje të jashtëzakonshme. Cili është mesazhi që ti ndoshta ke dashur ta përcjellësh përmes kësaj vepre tënde artistike?
Pas këtë skushimi, ne është një temë që na prek gjithë shqiptarëve. Faktikisht i kushtohet të zhdukurve dhe fëmijëve të vogël të fundit në Kosovë. Sigurisht unë kam dashur nëpërmjet artit tim, dhe sigurisht nëpërmjet përjetimeve të cilat ne kemi pasur gjatë luftës, jo vetëm unë, po komplet shoqëria jonë, i shkrim në një thirrje artistike të paqe. Për dashuri ndaj njëri tjetrit, për dashuri sidomos ndaj fëmijëve tonë, ndaj pjesës që është më e bukur e jetës, po edhe ajo që të më shumtit në të cilat raste. Sot ndodhemi në një kohë ku lufta është, si më thamë, të fatkeq, është në nivellet të hatashme në gjithë globin, ka përfshi gjithë globin, dhe pa më mirë se sa botës të ofrosh një art, një vepër artistike, që da flet në përjetimet tona për paqe në gjithë globin. Sepse vrasja e fëmijëve po vazhdon. Kjo është pika qendrore e shmosës. Pastaj sigurisht aty ka një gamë gjë hapës të tjera, po ka faktë që në të hapën e shqiptare atje. Kemi kalu shumë vjela nga tisja, zakonisht jetë për të të në grejtë gjithë të të një dhe droga e gjithë. Pjesa tjetër dhe artistë dhe edhe komuniteti që ambita të prezent. Të në shenë Paris, po ashtu të në shenë të gjithë, të që një prezentim identitetshëm. Sigurisht është një shpasi që përket gjuhës e bakë të atë të si komunikon në përmet trupit, po është një gjuhë universale që pranohet dhe është një ndërformat ndoshta pse ju më aktuale se botë, andaj si ka qenë tendencë ime që ne të shprehemi në një formë tillë që të kuptohemi edhe të komunikojmë me botën në mënyrë më të lehtëshme. Tash kemi plane të tjera, por shfaqet po ashtu do të bëjnë në Gjermani, në Detroit, në Dallas edhe në New York. Robert, ne thamë që publiku jonë i Maqedonisë së Veriut kishte mundësin që të ndjej edhe artin tënd edhe në ansamblin shtetëror të këngëve dhe valleve të Republikës Maqedonisë së Veriut, pra të vendit tonë në vitin 2022 dhe 2024 ke pas një bashkëpunim të ngushtë me ne, pra me ansamblin e këngëve dhe valleve, me valljen e Paqes dhe Viganët e Sharit. Si e përjetove ti këtë bashkëpunim dhe çfarë rëndësie ka për ty? Shumë e rëndësishëm pak, edhe për karierën time. Unë vlerësoj shumë lartë atë ansambël, ndaj që Maqedonia e Veriut, në mos shqiptarë, pastaj ka një ansambël jashtë dinjitetshëm, edhe që reprezenton njëra dhe kualitetet më të mira që mund të ketë një ansambël. Po kanë energji, kanë fushën, kanë dëshirën, pasionin, punën e jashtëzakonshme që aty bëhet, dhe sigurisht në atë ku kam punuar po ashtu e tillë, me ftesën e mitit tim Shkutan Tole, për të shku në Vallën e Paqes, një vallë që i kushtuaj marrëveshjes së Ohrit, e pastaj në vonë për të bërë Viganët e Sharit, një vallë tjetër e cila po ashtu ka të njëjtën peshë artistike, nëse mund të them. Po gjithsesi unë duhet të shfrytëzoj raste, me që jemi në festën e ditës së vallëtimit. I përshëndes gjithë ata vallëtarë që janë këtu, edhe gjithë artistët në atë ansambël. Specifikisht duhet i bëj thirrje institucioneve shtetërore që të marrin sa më shpejt hapat e duhur institucional, që i kthejnë punë disa nga kërcimtarët më të mirë që janë ansambël të pas, pak në punë të ishë onë. Si Gjeneta Zeneli, Balis Aliu, Jeton Ferati, Albana Matallari, e gjithë ata që sot e di që punojnë në forma vullnetare. Unë mendoj që presionit duhet të ketë më i madh, nga komuniteti edhe nga institucion që ata vallëtojnë të kthehen në vendin e tyre aty ku i takon. Të vazhdojnë gjatë kontributin e vet aty ku i takon dhe ku do të ishin. Po këtë shfrytëzova si ditë
cila është shënuar që dita e vallëzimit, në qenë se jam shumë i lidhur me anën e shqiptarëve të Veriut dhe mendoj që e pata shumë rëndësi që ta them dhe ta potencoj që duhet patjetër institucione ansamblit të njerëz si këtë ofër vetës, sepse unë e di që kvaliteti artistik është një gjithave të tillë tjetë. Po unë kam pasur eksperiencë jashtëzakonshme, vazhdoj të kem kontakte shumë të mira me gjithë artistët aty. Kam një respekt dhe gëzoj një respekt lartë për atë institucion. Është një institucion që është ndërtuar më shumë mund për besoj që është reprezentimi më i vyer i kulturës shqiptare. Po, dhe është kënaqësi që gjithmonë edhe ne si publik ti ndjejmë për sa afërmi edhe krijimtarinë tënde dhe artin tënd. Dhe faleminderit që bashkëpunon me Maqedoninë, faleminderit që bashkëpunon edhe me Shkupin dhe kemi pas mundësinë që t'ju ndjekim dhe sigurisht ndoshta në një të ardhme do ju ndjekim përsëri. Mirë po, ke krijuar vepra që janë prezantuar edhe në skena ndërkombëtare, si në Izrael, Letoni, Turqi dhe në shumë vendet e tjera. Çfarë emocionesh të sjell edhe ky përjetim? Në fakt, unë mendoj që sa më shumë të kesh mundësi, ose sa më shumë të kesh forma për të ndjekë, si në thënë nga afër atë se çka zhvillohet sot në botë, është sidomos një plus i madh për ty, personalisht për mua këtë rast si pjesë e artit, por edhe për njerëz me të cilët ti punon. Unë kam pas fakt të madh që të kem punë të ndryshme anën vonë Evropës dhe jo vetëm. Dhe gjithmonë jam mundu që atë eksperiencë, atë gjë që kam kalu ta kthej ta sjell tek studentëmi, tek kërcimtarët. Pra, unë mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të jemi qytetar universal. Pra, në kuptimin nuk ka rëndësi se ku lind ose ku jeton, nuk ka rëndësi se cilat janë synimet dhe sigurisht që sa më shumë në bazë të mundësive, por edhe sa më shumë të kesh tendencë për të vazhduar dhe për të kultuar, për të shkuar jashtë, për të eksploruar edhe vetë. Pra për mua ka qenë edhe një njohje e kapacitetit të mia. Pra një lloj ballafaqimi direkt në botën e Evropës, në botën artistike të Evropës edhe të botës. Unë mendoj që është fat i madh për mua që nga pas mundësi të kem premiera të ndryshme botërore. Sigurisht nuk më hajt punën e përditshme, nuk më hajt sfidat e mia dhe familjes e gjithë ata që më rrethojnë, por mendoj që secili nga ne, nëse ka ëndrat edhe pasionin e duhur, mund ta vi të shkojë dhe të prezantoj edhe vetë vetën, edhe vendin e vet, edhe historinë tënde, edhe kulturën anën vonë gjuhët. Dhe sigurisht kjo është fat i madh për mua sidomos. Do kisha thënë që arti jot ka një mision më të madh se vetëm performimi. Ti njëkohësisht je edhe profesor i Universitetit AB dhe Universitetit të Arteve në Tiranë. Çfarë përgjegjësie dhe frymëzimi të sjell puna me të rinjt me cilët ti bashkëpunon? Po, unë mund të them që tek Universiteti AB ka qenë veçantia kryesore është sepse për herë të parë në Kosovë është hapur dega e koreografisë dhe si e tillë ka pas një rëndësi edhe historike përveç pjesës tjetër, akademike ose zhvillimit të gjeneratave të reja e tjera. Kemi pas studentë edhe nga Maqedonia e Veriut në AB dhe mendoj që ka qenë një kontribut jashtëzakonshëm për katapultu secilin prej atyre studentëve në kërkimet e tyre individuale, pastaj në vazhdimsinë e rrugës tyre. Këtu ndihem me fat. Pastaj kam qenë pjesë e Universitetit të Arteve për 2 vite gati, kam qenë asistent i Gjergjit Prevazit, kam drejtuar një klasë, kështu që unë e shoh me shumë përgjegjësi çështjen e mësimdhënies. Jam të përpus studentët në mua gjithmonë kanë kalu mirë, gjithmonë ka pas punë. Kështu që
Unë tani për të të jashtëzakonshëm tek studentët shqiptarë, mendoj që ne kemi talent të jashtëzakonshëm, po mendoj që nga ne duhet të përpara. Sigurisht edhe kryesi një shkolle shumë të dashur në Ardens Theater Company, mirë po para se ta mbarojmë edhe bisedën, sepse po më njoftoj nga regjia që ka që ishte koha, edhe pse më ngelen edhe shumë pyetje pa biseduar, por uroj që do njëherë të ritakohemi këtu në studio dhe të bisedojmë gjëre gjatë për gjithë eksperiencën edhe për gjithë ato që ti ndoshta do na tregosh neve, por edhe shikuesve të cilët me padurim e kanë prit këtë pjesëmarrje tënde në emisionin tonë. Me shumë kratësi, unë jam shumë i lumtur që vi atje kaloj të kam edhe shumë mirë gjithë dhe patjetër të kemë parasysh që të kemë të filloj që tek taksi të dëgjoj edhe të fillojmë edhe të flasim për artin e kërcimit, kështu që unë ju uroj edhe ju falenderoj shumë si edhe nëpërmjet jush uroj gjithë kërcimtarët, gjithë përpara në banë shqiptarëve, ku do shofshin urimet e juaj. Knatësia ishte shumë e madhe, të uroj shumë suksese dhe ndryqofsh gjithmonë aty ku ti do shkelish dhe aty ku ti do performosh dhe aty ku do ta sjellësh artin tënd. Faleminderit shumë.